Esmerina Preja është e ftuara për sot në këtë podcast për vlerat që ka, për vlerat që transmeton dhe për pozitivitetin që ka pas gjithmonë të gjithë networku që ka krijuar dhe jo më kot punon në network marketing. Esmerina, faleminderit shumë që pranove me ardh. Faleminderit ti. E vlerësoj shumë kohën që na ke dedikuar mua dhe atyre që do ta ndjekin këtë podcast. Edhe siç kam shpjeguar, unë thjesht do të flasim për ty. Nuk do të flasim as për shifra, nuk do të flasim as për arritje të mëdha personale, këto gjërat që janë bërë të përditshme duke i dëgjuar, por më shumë do dëgjoja unë gjithmonë e lidh me sytë e njeriu dhe kam përshtypjen që sytë tuaj kanë shumë për të treguar dhe vlera për t'i dhënë dikujt. Të ri, të mëdhej mosh, të vuajtur, të suksesshëm të çdo lloj drejtimi. Unë falenderoj shumë që më zgjodhe. Në fakt kur e kam parë njoftimin, thash do më pëlqente normalisht. Dhe ajo që më pëlqen më shumë është kur më thej që do bëj një bisedë e lirë pas një lloj parashikimi se çfarë do flasim. Se di, që ka emocion do shif. Gjithmonë para kamerave edhe për ne që merremi me këtë punë është emocionuese. Shikam, është e vërtetë që sytë e njerëzve flasin shumë, edhe nuk është se më pëlqen që gjatë gjithë kohës të flitet për atë që ne bëjmë. Po ndoshta është mirë të flasim për atë që ne jemi dhe si jemi formësuar deri këtu. Është shumë e rëndësishme. Unë si gjithë të tjerët dhe të tjerat, siç në rrugtimin tënd, që tani je një grua e formuar, nuk je një vajzë e vogël, e gjitha, kam përshtypjen që ke pas shumë sfida. Patjetër dhe shumë suksese. Shumë. Suksesi më i madh është të bërit nën dhe të rriturit një vajzë të mrekullueshme. Të rriturit një vajzë të mrekullueshme është suksesi më i madh, besoj unë se. Është suksesi më i madh që unë kam për ndonjëherë. Unë i them gjithmonë njerëzve kjo është vepra ime e artit. Edhe njerëzit qeshin, por në të vërtetë është. Po patjetër që është, se çdo prind krijon me aq sa i takon njeriut të punojë, se nuk kemi në dorë krijimin, por formimin e dikujt. Bile këtë muhabet kisha me një mikun tim indian para ca ditësh, çka quhet atë dhe. Dhe atë dhe quhet aty ku formohesh, që në këtë rast më dhe për gocën tande është edhe vendi këtu, po edhe ajo që ti ke investuar te ajo. Sa vështirë ka qenë rrugtimi jot? Këtë duhet të dituni çik. Unë kur kam qenë 23 vjeç, sapo kam mbaruar shkollën, pas normalisht çdo person mund të ketë marrëdhënie, krijon, ka dëshirë të ketë familjen e tjerë. Unë i kam bërë shumë gjëra shumë shpejt. Kam mbaruar shkollën, jam martuar direkt, kam bërë vajzën, edhe një moshë shumë të re jam bërë nën. Nuk kisha eksperiencë pune, pastaj u përballa me një divorc shumë të shpejtë ai, domethënë brenda 2 viteve mua më ndodhen shumë episode njëkohësisht. Dhe them vërtetën, nuk është se nuk e dija se çfarë po më ndodhte, as nuk e kam ditur fare, as nuk kam qenë e gatshme për ta bërë këtë gjë. Por kjo ka qenë vërtet përballja ime më e fortë, fillim që un kam pas në një moshë shumë të re. Dhe nëse ja kam dalë fal babait tim, mamas time, nënës time, edhe familjarëve të mi, që normalisht nuk ishin ata që më gjykuan, as po thjesht më kanë marrë në krah. Nuk e harroj babin tim, kur më ka thënë që unë kam rritur 7 fëmijë, do të arris dhe 8. Por ajo që unë dua prej teje, më ka thënë që ti duhet të rritesh, duhet të formësohesh, duhet zhvillohesh, aq sa ti duhet që ti jesh një grua e pavarur. Nëse unë sot jam një grua e pavarur, jam fal sakrificës dhe fal gjithë ambicjes që babai ka pas tek unë. Dhe gjithmonë ka thënë, një grua e pavarur ka mundësinë të zgjedhë çfarë do në jetën e vet. Nuk do i duhet të zgjedhin atë. Po, por për shembull, po të marrim rastin tënd, po e marr si fenomen, nuk po e marr si rast konkret. Ti je divorcuar dhe normalisht vajza jeton me ty. Po, gjithë jetën. Dhe vajza jote në këtë rast ka mamin, për shembull. Mund ta ketë dhe babin, absolutisht nuk e përjashtoj, por për ditëshmëria bëhet fjalë. Edhe ti babin e ke pas për ditë. Çfarë tregon gocës stati ti? Se ashtu adoleshentin e sa di. Po. A kupton se normalisht është moshë e vështirë gjithë. Çfarë tregon gocës stati ti që të ketë parasysh, si të eci, si mos të gaboj, si ti zgjedh njerëzit, ose si të gaboj dhe të mësoj, se ndoshta mund edhe mos ta ndalesh nga shumë gjëra, po i thua mund të gaboj gjëra që lejohen dhe pranohen. Si e këshillon gocën ta? Unë me vajzën kam një pakt. I kam thënë gjithmonë,
nuk duhet të më gënjesh kur. As nuk e gënjej dhe as nuk më gënjen. Edhe për pyetjet që kanë qenë shumë të vështira për të përgjigjur, unë jam përgjigjur. Dhe ne jemi model tek fëmijët. Atë çfarë ne do të bëjmë, atë do të marrin fëmijët. Pavarësisht se ne duam bëjmë, ti themi fëmijës bëj kështu perfekt, jo, fëmia do bëj atë model që ti do japësh. Dhe duke qenë se unë duhet isha modeli Gocës, kam bërë maksimumin që me mundësitë e mia të jem një model i gruas së fortë, i gruas që ja del vetë, i gruas që duhet të punoj dhe duhet jetë e drejtë dhe mirënjohëse në jetë. Është 15 vjeç, edhe kur ti thuash dikujt ose vajtua mos më gënje, sepse gjithë do gabojmë, gjithçka do ta bëjmë, e rëndësishme është që mos të gënjerë, sepse çdo gjë zgjidhet. Dhe çfarëdo që ti ndodhi në jetë, gjithmonë unë do të jem aty pranë saj, çfarëdo qoftë ajo. Por se si të përballet me njerëzit, është shumë e rëndësishme që të përballet, mos t'i hik. Nuk duhet të jem unë ajo që do përballem me gjërat që ajo do të ketë përballë. I kam vendosur përgjegjësi që ajo është përgjegjëse se çfarë do të arrijë në jetë. Unë do jem krah, por punën do ta bëj ajo. Edhe nëse unë sot punoj fort, punoj për vete, Patjetër. sepse dua të jem një model shumë i mirë për të, po sigurisht ke mundësinë dhe t'ja lehtësoj jetën asaj. Gjë që prindrit tek ne e kishin të pamundur sepse kanë qenë dy rrogtar të thjeshtë, Si pensionistë. gjithë prindrit Sigurisht. mesatar shqiptar. Absolutisht. Por gjithmonë i kam thënë dhe do t'i them, çdo gjë duhet ta arrish vetë. E para do ta shijosh më shumë, dhe e dyta, çfarëdo që t'i vi jeta, duhet ajo të mësoj të përballet. Si duhet t'i zgjedh shokët dhe shoqet Goca jote? Gjithmonë më të mirë se vetja i themi ne. Po kjo është një shprehje kështu si klishe, po Në fakt, unë mendoj që është më pak karakteriale kjo pjesa, sepse duke qenë se vajza në rastin tim nuk është fëmijë shumë social, i zgjedh shumë njerëz dhe ka shumë pak Selektive. në shoqëri. Po, është shumë selektive. Mua nuk më pëlqen, se unë për vete përshtatem me gjithë. është të njëjtin diskutim kam edhe unë që ne dim të flasim me gjithë, komunikojmë me gjithë, I bëjmë të gjithë Po. miq e shok. Kurse vajza është pak selektive dhe gjithmonë i kam thënë që duhet jetë më tolerante në marrëdhënie, duhet ndonjëherë t'ia pranojmë tjetrit gjitha. Jo gjithmonë njerëzit do bëjnë atë që duam ne. Shiko, Është pak e vështirë ta di. Paktën kjo është një gjë që e ka, por prap unë e respektoj atë që ajo do. Duhet ta respektoj. Domethënë, nëse për të është mjaftueshme një shoqe, është okay, por çfarëdo që të bëjë shoqëria e saj, duhet jetë ajo që të vendosë se çfarë do të bëjë. Qoftë për të guxuar për të provuar gjëra që normalisht nuk duhet të provohen, duhet po jetë ajo si që të tash pa vendosë. gjëra që deri në një farë mënyrë ti mund t'ia dalësh për të rregulluar gabimet. Se ka dhe Patjetër. gabime që mund mos i rregullojnë. Unë mendoj që çdo njeri vjen me mision kur krijohet. Unë jam besimtar vërtet. kur vjen nga Zoti. Është e vërtetë. Edhe ndër misionet më kryesore që një njeri ka, është transmetimi i vlerave që ky njeri ka. Jo për të qenë mendje madhe, egoiste gjëra, po secili e ka një pikë të fortë vetën që e di që e ka pikë të fortë. Që Pa. normalisht vlen edhe për ta transmetuar tek dikush, vlen edhe për t'ia mësuar fëmijës vet, fëmijës tim, dikujt që dëgjon. Kush është pika jote e fortë dhe ti do doje që një gocë 20 vjeçare, 18 vjeçare, 25 ose çon si ka mosha, ta bëj si ti. Ha më pëlqeve këtë. Shika, unë kam bërë shumë punë jetë, për shkak se më është dashur të punoj shumë. 1 punë, 2 punë, 3 punë, sepse të jesh në vetme është shumë e vështirë, me thënë drejtën. Por gjithmonë thosha, okay, nuk është kjo ajo që unë dua. Prap nuk jam unë. Sa doj që unë i dua shumë fëmijët, kam punuar me fëmijët me autizëm. Kur dilja nga terapia, ngarkohesha shumë. I merja gjitha shqetësimet e tyre me vete në shtëpi. Dhe kjo nuk është shumë profesionale në të vërtetë, sepse ti ngarkohesh shumë, është njerëzore, por jo shumë profesionale. Edhe gjithmonë kur vija në shtëpi, kisha mendjen atje, e thosha, okay, unë e dua shumë këtë gjë, po jo, nuk është kjo ajo që unë vërtet duhet të bëj. Dhe pak tek networku, unë kam 2 vite që e bëj, por kam kuptuar një gjë, të ndihmoj të tjerët. Është gjëja më e palodhshme që unë kam. Realisht,
i dua, për shembull, kur e shikoj një vajzë e cila është duke përjetuar një moment vështirë, më ka ndodhur një rast shumë para 2-3 javësh, kam njohur një vajzë që i kishte ndodhur njëjta histori si unë. Ishte në hapat e saj të parë. Më ka ardhur një déjà vu mbrapa e gjithë gjendja ime shpirtërore në atë kohë. Diferenca ishte vetëm mosha dhe i kam thënë, mos ma lësho dorën, sepse ndoshta kjo nuk do t'jetë ajo gjëja që ty do të pëlqej të bësh, por do mësosh shumë dhe do kuptosh që në këtë botë ka njerëz që nuk do të lejnë që ti të biesh në tokë, por do ringrihesh, sepse ti ke shumë vlera. Pa i ditur fare që vajza kishte vlera, nuk e njeh fare, por në sytë e saj duke një vajzë shumë e vlerë. Edhe kur dikush më thot, Esmerina, ti nuk e ke ide se çfarë ke bërë te punë, se çfarë ke zgjuar, më ke bërë të ringjallem. Unë nuk mendoj se ka gjë më të çmueshme se kjo. Dhe kur e dëgjoj këtë tek dikush, tek një tjetër, për te anës monetare nuk ka lidhje. Ne krijojmë dhe nxjerrim tek njerëzit ato çka ato kanë aftësi. Dhe kur ne i nxjerrim dhe ata fillojnë i besojnë dhe i vënë veten në dukje, për mua kjo është puna që do e bëj gjithë jetës. Ndoshta këtu, ndoshta diku tjetër, nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që ka të bëjë me marrëdhëniet njerëzore dhe ne të nxjerrim më të mirë njerëzve për atë që kanë. Mision pra. Është mision. Realisht. Unë me ty u njohëm te ai trajnimi që po bënit për network marketingun, pjesë punës tate. Edhe unë përgjithsisht nuk lidhem me njerëzit, a kupton? Për shembull mendoj që shife se ky ka diçka, nëse mund të themi më shërben mua. Në këtë rast, për shembull, gjëja e parë që kam menduar kur kam dëgjuar ato fjalimet tuaja është personazhi fiks për podcast për mua, a kupton? Edhe kjo vjen nga mënyra se si ti mbaje fjalimin. Domethënë, siç po flet edhe tani për networkun, se për mua është shumë e rëndësishëm networku përpara fitimit. Në momentin që një njeri ndërton një network shumë të mirë, të fortë, të mbështetur mbi disa pika, patjetër që fitimi do vjerë vetvetiu. Dhe fitimi nuk është të thënë që do të vjerë me patjetër monetarisht. Mund të vjerë shpirtërisht, mund të vjerë me njohje, mund të vjerë me kënaqësi e gjitha. A trajnohesh diku për fjalimet që mban apo i ke këtë momentit? Miqtë e mi që unë tashmë kam familje, gjithmonë thonë, Esmerina, mos u përgatit kurrë. Se ti po përgatitet e bëre lëmsh dynjan. Dhe unë nuk përgatitem asnjëherë. Edhe në momenti që ne mundohemi të bëjmë video për shkak të punës, kur e kam një skalet përpara, më duket sikur nuk jam unë. Kur e heq, pastaj them, vazhdoj fjalët e mia, them, okay, tani nuk e të bëj, nuk. Edhe mundohem të jem unë, edhe dua të jem unë, nuk dua të vendos shumë lule, nuk janë perfekte, absolutisht që nuk janë perfekte. Po dua të jem unë. Njerëzit duhet më duan ose duan të rinë me ne për shkak të asaj që ne jemi. Perfeksioni nuk është se ekziston. Ka shumë njerëz, mendoj unë, dhe jam i bindur që kanë shumë energji. Po ta shohim këtë komunikimin ose këtë kimin, se kimia nuk është vetëm dashuri, kimia është çdo lloj marrëdhënie. Patjetër. Kanë shumë energji. Po siç e në këtë rast, ose unë, se shumë veta mund ta vënë duke thotë po, kam shef të ri me ty, të flas me ty. Si në këtë rast që unë po shoj shumë të bisedë. Nuk marrin guximin ta nxjerrin këtë energji në pa, ose ta transmetojnë diku se siç tha Matias, e kishim të ftuar në një podcast tjetër, që tha, energjia nuk humb, kjo është ligj fizike, kupton, gjithmonë transmetohet. Po shumë njerëz preferojnë mos ta transmetojnë e marrin për vete edhe të djeg nga ajo energjia, kupton? Si ta bëjmë këto që po dëgjojnë, këtë transmetimin e kësaj energjisë që ndjejnë? Si ta transmetojnë të tjerët? Shikoj, ndonjë më sa un kam lexuar, energjitë në fakt jo gjithmonë përputhen me njëri tjetrin, edhe ekzistojnë që dy njerëz marrin dhe japin energji. Dhe ndonjëherë nuk është se është në dorën tonë, unë e mendoj kështu që e mbajmë se mbajmë dot. Ka njerëz që mos më japin energji dhe realisht unë as nuk punoj dot me ta, nuk mund të krijoj asnjë lloj marrëdhënie. Ka njerëz që realisht thonë, ok, sot sa pozitive je, nuk e di ku e ke gjithë energji, më thonë gjithmonë, ti je si eksploziv. Unë nuk e kuptoj fjalën eksploziv, por shikam, njerëzit gjithë problemin e kanë tek paragjykimi. Kanë frikë të jenë vetja, sepse mendojnë që ajo çfarë tjerit mendojnë për të ka rëndësi. Dhe kjo i bën njerëzit të kontrollojnë qoftë energjinë, qoftë veten, mundohen të stepen. Dhe çelësi për qenë i suksesshëm ky është. Ti në radhë parë pranosh veten, ta shfaqësh veten. Kur shfaq veten, shfaq energjinë, shfaq potencialin tënd. Po arritet të kalosh të
zonën e komfortit, i themi ne, që të dalësh nga ajo zona, pa menduar asgjë se çfarë do mendojnë të tjerët, as se si do dukemi në pamje, as se sa shëmtuar janë veshur, fare, nuk më intereson fare, realisht. Unë jam ajo që mundem që me një palë pijame dal këtu edhe flas pas një lloj kompleksi, sepse njerëzit nuk do shikojnë atë çka unë kam vesh, po emocioni që unë mund t'i jap, thjesht nga fjalët ka më shumë vlerë. Arsyeja kryesore e nisjes ti podcasti kjo është që njerëzit mos vlerësojnë çka kanë vesh, si janë vesh, si dukem, qa gjeli holla këtë gjitha, po të marrin atë mesazhin. Edhe këtë është fikse ajo tema që unë du tani me që doli edhe ti më shoj pak. Normalisht, duke qenë vetvetja, robi kalon nga një herë edhe në ca momente që vetëm ai dit vetat. Edhe në publik, unë për veten time ja kam shumë shpesh, më ndodh shumë shpesh që nga që rrëmbehem emocionalisht në diskutime si për të bërtas, edhe shumë vete bëjmë pse vërtet, po manifestimi i asaj revoltës time është jo me të bërtitura, po me ngritje zëri, intonacionit, bile dikur kur ishim edhe student nga këto rekrutimit që bënin këto bizneset e reja ose bizneset e mëdha, gjithmonë i pëlqente çdo gjë, vetëm fakti që përfshihesh emocionalisht nuk e duan. Si ta shmangun këtë, për them unë, për dëgjuesit, këtë kontrollin e kësaj. Se unë kam përshtypjen që ti e ke shumë, nuk besoj që revoltohesh shkollaj. Revoltohem. Jo, revoltuar do të thotë me fillu. Unë po e punoj edhe unë me veten. Unë në profesion jam psikologe, por ne kur nuk mund të jemi psikolog të vetes. Edhe unë e kam si defekt. Por momentin që ti arrin të bësh të gjë, gjithmonë duhet më numërosh deri në 10. Numëro deri në 10, sepse kështu do ta ulësh pak atë pjesën e intonacionit, e pjesës tjetër. Realisht ta them. Kjo është një ndër teknikat që unë kam përdorur dhe vetë, mundohem të numëroj deri në 10 para se unë të flas. Para se unë të nxjerr atë pjesën e acarimit, se e di kujt i ndodh kjo, njerëzve që janë të drejtë. Dhe njerëzit që janë të drejtë, ecin dhe kur e shikojnë që një gjë është e padrejtë, thjesht shpërthejnë se nuk arrin dot ta përtypin që kjo gjë po ndodh aty. Se kur njerëzit janë manipulator, e ruajnë qetësinë. E ruajnë shumë. Jo, unë po du me ruaj qetësinë e ruaj, kupton, por që nuk kam shef me ruaj. Nuk më pëlqen ta ruaj qetësinë për gjëra që s'duhet. Shiko, unë jam shumë patriot. Shumë fare. Por më ka kaluar edhe mendja dhe me nga Shqipëria. A kupton? Edhe duke qenë thash, siç thash edhe më parë që e konsideroj edhe një mision ardhin e çdo njeriu në këtë botë. Mendoj që ishte edhe kjo e fundit për tu bo. Më pyeti edhe Alesja që po vinim rrugës që nga të erdhi ideja. Edhe ideja kjo ishte që hajde ta provojmë ndonjë gurt fundit, që t'i zhveshim njerëzit nga ajo ideja e si dukesh, çka ke vesh, a i kanë flokët mirë, a i kanë profilin mirë, por të përqendrohemi te mesazhi. T'japim të mesazhin siç po jep ti tani, se nga gjithë këto gjëra që ti po thu, po vjen ai shumë pyetje në mend, po nga që gjithmonë çdo gjë që thua është akoma më mirë, i harroj ato të parët. Edhe mendoj që ti ke shumë vlera. Oh, faleminderit. Edhe sinqerisht. Përveç kësaj pjesës që më the për komunikimi ose kontakti me njerëzit, në aspektin profesional. Le të themi po ta marrim në aspektin profesional, se ka shumë treja dhe jo vetëm që hasin vështirësi në punë. Duke qenë se edhe ti je nga ato goca që ke një network shumë të madh, kupton? Dhe punat has me njerëz të vështirë, me njerëz të komunikueshëm, me njerëz që të ofendojnë, me njerëz që duan shumë, bezdisin shumë, marrin telefon shumë. Si ti menaxhojmë këto momentet? Shiko, nuk është aq e lehtë e para. Nuk është e lehtë fare. Është e vështirë. Por ajo që mua më pëlqen më shumë kjo është se ka diversitet. Sepse po të kemi të bëjmë gjithkohës me njerëz shumë solar, shumë mirë, nuk është se na duket puna interesante. Kur kemi të bëjmë me njerëz që bëhen shumë të bezdisur, atëherë i vendosim vetes si mision, okay, me këtë person duhet punuar pak, që ky të fillojë dhe të përmirësohet. Me një person tjetër që shumë arrogant, okay, misioni im është t'ja ulim pak arrogancën, të jetë pak më miqësor. Pra, diversiteti e bën bukur punën e bukur, a? Po ndoshta e ke ti këtë aftësi si psikologe, si ta bëj unë? Shikon, nuk mendoj që ka të bëjë me anën psikologjike, se sa ka të bëjë me punën që ti bën. Sepse edhe ai sa unë të njoh, pak a shumë,
ti merr gjikohës me njerëzit, sepse puna jote është ashtu. Kam përshtypjen që edhe ti ke hasur të gjithë personalitet. Unë nga që i kam hasë shumë, për naj po të pyes më shumë. Ky është ai momenti që unë do doja të transmetoja të tjerëve duke thënë ti, jo duke thënë unë. A kupton? Okay. Sepse nuk du që të kthehet nga unë gjëja. E Ti kuptoj. e ftuar deri sot, a kupton? Okej. Edhe prandaj edhe po të pyes ty, domethënë në një farë mënyre se unë e kuptoj që punët tona përputhen diku bashkë. Po, kemi të bëjmë me marrëdhënie njerëzish, po. Domethënë gjysma shkon teknike, pastaj gjysma është personale, Po. mënyra se si ke qasje ndaj gjërave. Edhe mendoj që kemi shumë pikat përbashkëta në mënyrën e komunikimit e gjanat, po më boni shumë përshtypje edhe rrugës, domethënë kur erdhëm, telefoni bie dhe ti s'ke nerva fare, kupton? Unë faktikisht janë nxjerr nervat aty në që i mbajnë, se ka nga ata që si mbajnë nervat, po të flisja e shumë sa ç'folet ti për shembull do më hikte edhe truni. Ajo që pe ti nuk është e sfidë me sa flasën ditë. Kam Alesia dëshmitare që mund ta thotë që unë flas shumë, minimumi mund të jetë 20 veta në ditë, 30 mundësisht, në momente të caktuara. Nga 110 sa e rëndësishëm është self-development, se vetë përmirësimi është një fjalë shumë e vogël në krahasim me self-development. Me zhvillimi. Nga 110, Sa është, sa the? Është nga 110, sa e rëndësishëm sa i rëndësishëm është njeriu, jo për mua dhe për ty, për njerëzit që po dëgjojnë. Punimi me veten, që të arrihet në pikën kur ne duam, 100%. Është baza. më shumë se 10. Ma shumë se 10, absolutisht po. Shiko, ne kur rritemi, zhvillohemi. Çdo gjë na zhvillon. Çdo lloj gjëje, edhe gjërat që ne na dështojnë. Unë gjithmonë i them njerëzve, ore guxoni në jetë. Edhe unë sot me më dhënë për shembull një mundësi, si do ta provosh diçka të re që ka dalë, them, "Okej, po. Pse? Sepse du ta provoj veten." Pse jo? Shiko, ne kemi aftësi të jashtëzakonshme pavarësisht se ne nuk është se i kemi të gjitha të dalurit në pak. Unë për shembull po të tregoj diçka. Një ndër punët e mia ka qenë është merri konstruksione metalike dhe unë të mësoja të gjitha llojet e konstruksioneve metalike. Që sinqerisht kur i kam pa për herë të parë të shoh zot çfarë gjuhësh kjo se nuk e kuptoj. Mbas një muaji jam bërë eksperte për të kuptuar dhe se si montohen. Pra, njeriu mëson nëse ka dëshirë ta bëjë diçka, por çdo lloj pune që ne bëjmë, edhe nëse ne dështojmë aty, diçka e kemi mësuar. Njeriu o fiton, o mëson. O mëson, nuk humb. Po. Pikërisht, nuk humb asnjëherë, edhe eksperiencat, edhe në çfarë do lloj pune. Ju a them gjithëve, mos tyre të rinjve, i them, po guxoni se s'keni asgjë, familje nuk keni, preokupime nuk keni. Pse e lini veten në Po pse scroll? një që ka familje, pse duhet ketë frikë me guxu? Jo, kohën e kanë akoma dhe e kanë mundësinë më shumë domethënë mos me harxhu kohën kot. Jo se një person që ka familje, un kam maman në punë që kanë bebe të vogla, edhe pse ajo ishte me temperaturë, kishte siklet, ajo ishte aty bashkë me vajzën në krah, duke kujdesur sigurisht, po dhe duke punuar, sepse në fund të ditës duhet i bëjmë të dyja. Unë mendoj që ti je pak si ne. Kuptimin me guxue me bë. Do të kesh pak varësi nga adrenalina. Çfarë mendimi ke për adrenalinën ti për njerëzit që kanë shef adrenalinën? Jo adrenalinë kuptimin me shku në nivele të thash, unë flas gjithmonë për gjëra që nëse gabon mund të ribëhen, ha? Tu ta heqim kompleksin e gabimeve fatale. Gabime fatale. Jo, për shembull ka njerëz që mund të kryejnë varësi nga droga, shkojnë e marrojnë, a kupton? Jo të tilla gabime. Okay. Adrenalin kuptimin, ja për shembull që ne vim këtu mund vjedhen 20 veta rreth rrotull nesh, unë jam i bindur që ne prap të një intensitet të bisedë do kemi sepse jemi përqendruar këtë gjë, a kupton? Dhe kjo në një farë mënyrë është ajo adrenalina që të çon ke pika, a kupton? Sa duhet jemi ne kontrollues të kjo pjesë? Jo, s'do të jemi kontrollues, do të jemi jo kontrollues. Shiko, adrenalina i bën njerëzit që ti përjetojnë emocione. Dhe kur diçka ka adrenalin, të mban ose të çon në kujtim. Çdo moment në jetë që ne na ka dhënë adrenalin, ne na përkthehet në kujtim. Dhe gjithçka që ne bëjmë, ruhen. Ato që vërtet përveç momentit bukur kanë dhënë adrenalin. Dhe për shembull kur ti vendos vetes një qëllim, edhe i thua, "Ok, të ta them diçka se është shumë e rëndësishme." Kur unë kam qenë 30 vjeç. Çfarë të duash ti? Kur unë kam qenë 30 vjeç dhe kam fryrë qirind, i kam thënë familjarëve të mi, "Shiko, kur unë bëhem 40 vjeç,
do jem një grua biznesmene. Unë 30 vjeç, thjesht kisha një pull me 500.000 lekë. Edhe gjithë familjarët e mi kanë qesh. Dhe çdo vit që kalon ditëlindja ime, them, Smerina, shiko se edhe 2 vjet ke, se tani jam 38, them okay, kam kohë mjaftueshëm për të bërë biznesmene. Sinqerisht, nuk e di asun pse e kam thënë. Është hera e parë që e deklaroj. Nuk e di asun nga më ka ardhur ajo gjë, por e kisha të fokus dhe për deri para 2 vitesh as nuk e kam pas fare, jo se kam dashë, e kam kërkuar gjithkohës që të bëj diçka, por jo. Edhe mendoj që ne në një farë mund t'i dim dhe vetë mund t'i parashikojmë pak gjërat që vijnë. Kjo është adrenalin. Patjetër. Shiko, ti flet, unë e lidh shumë me veten time, se me thënë drejtën. Sinqerisht. Edhe mu për shumë kohë kur thoja këta ëndra që kam, se unë jam shumë tip ëndrimtar, me thënë drejtën. Ëndroj dhe nuk kam frikë të ndroj fare. Fare, nuk kam frikë të ndroj. A kupton? Them për sa kohë dikush e ka bë, nuk po them që do ta bëj, po mund të bëhet, a kupton? Edhe a ka të bëj kjo me objektiva? Kjo që the, shiko, me objektiva, por është mindset. Patjetër. Përgjithsisht njerëzit që kanë një mindset të mirë, po ta ndajmë kështu, ecin me objektiva. Unë për veten time i kam për 5 vjeçar këto objektivat e mia dhe një ndër këto kur të bëm 40 unë jam 31. E kam do të bëj Ferrari. Do ecim me Ferrari kështu, do thinjem, do bëm, edhe do. Po nuk e kam në çështjen kuptimin që të dalet tregohem ai tipi që shife këtu me Ferrari. Thjesht më pëlqen, do e du për veten time, ndoshta vi këtu nishëm ke fshati im vetëm këtu të tri. Edhe shumë njerëz qeshin, a kupton? Edhe shumë njerëz qeshin, po qeshin dhe familjarët e mi vazhdojnë qeshin. Po kur realizohet atë shijon, pastaj ajo krenaria që kanë njerëzit se të njohin ty se realizuaj objektivi jot, a kupton? Sepse do unë e kam pa nga afër që ishin shumë vetë që duan, a kupton? Më duan. Po, janë shumë dhe janë shumë jo nga njëjti komunitet. Janë shumë nga vende ndryshme të Shqipërisë, bashkohen dhe kanë ardhur patjetër për mundësinë e vet biznesit, por prej teje. Dhe praktikisht i bie që ato të duan ty. Nga këto njerëzit që qeshnin me këto ëndra tuaja. A shijon ajo krenaria që kanë tash? Jo shumë. Se do doja shumë që të më besonin aty kur unë e vërtet e besoj edhe shiko, familjarët për shembull, unë mendoj që qeshin se nuk e besojnë sepse një farë formë duan të mbrojnë për rrugën që ti merr, që shikon mos gabosh. Domethënë ty jemi edhe mos me të bëj me flatra që ti jesh më kontor. Po, domethënë shiko se un kam ti me motor sot, që thot aman. Edhe pse un kam arritur diçka, e thot aman. Sinqerisht ta them. Edhe ai sa unë kam thënë ditë, po ama, po mos ma thuaj të paktën. Nëse s'ke një fjalë mirë mos fol fare. Po mos e thuaj fare. Okej, thot më fal. Domethënë e thot prap vazhdon ta thot. Po, shikam, unë po kaloj një periudhë pak të vështirë në këtë moment. Dhe ajo që vlera më e madhe që unë kam fituar është që komuniteti që unë jam ishin aty dhe më thanë, o Isi, nuk je vetëm. Nëse unë para disa vite shumë gjëra i kam bërë vetëm, kam kuptuar që tani nuk jam vetëm dhe gjëja më e bukur dhe gjëja më me vlerë që kam fituar në këtë punë që është fakti që unë nuk jam vetëm. Edhe kur kam thënë ne jemi një familje, realisht jemi si familje dhe e them me krenari më të madhe, sepse jemi me të njëjtën zemër, me të njëjtin përkushtim, jemi aty në marrëdhënie njerëzore, nuk ka lidhje fare. A beson që edhe nëse nuk do funksionoj ky network, ne do jemi familje gjithmonë. Dhe kjo është gjëja më e bukur që un kam marr sot. Unë drejmë se nuk e kam mendu kur network marketingun si diçka që funksionon. Se kur isha student, ta kam shpjeguar disa herë si qysh tek, pse nuk besoj. Po edhe një ndër arsyet që mendova, që edhe ti je ashtu, është që realisht më ndryshoj mendimin duke dëgjuar ty se si flet për këtë se e ke vetë prej tonë. Tashi për të bërë një parantezë për mbylljen. Do doja të bëja një test që e bëj me shumë njerëz që njoh. Okay. Do doja të mbyllësh syt në 3 sekonda dhe të më thosh çfarë vjen mend gjëja e parë. Me sy mbyllur. Imazhi i parë që të vjen. Imazhi i parë është mami. Okej.
Unë do doja faktikisht që bëjmë një seri Do t'jemi tjetër. sinqert. Po, patjetër. Do doja të bënim një seri tjetër se ka ai shumë për të mësuar nga ti e nga bisedat, se edhe për çështën minutazhi se nuk du ta shumë. Unë të falenderoj zakonisht shumë. Kam mësu edhe pse kishin folur më përpara. Mendoj që kam marr energji edhe mesazhe shumë të vyra që do të kisha një letër të shkruaj ato pyetje që vijnë mend kur flasim bashkë. Edhe u kënaqa shumë. Faleminderit. Unë jam kënaqur aq shumë. Është hera parë një që unë e bëj një që tillë, por nuk më është dukur fare sikur po bëjmë një podcast, po sikur bëjmë një bisedë mes mish. Këtu është fantastike. Ndjesi që kam marr, adrenalinën, emocionin, gjithçka tjetër, do jetë një nga ato gjërat që do i kem kujtim gjithmonë. Edhe të falenderoj shumë. Faleminderit ti. Sinqerisht. Edhe shpresoj që dikush të ketë mësuar diçka prej teje, që jam e bindur do të ndodhë. Uroj shumë. Faleminderit. Uroj shumë. Oh, na emocionova.